Pra, Bevni Krasi që thotë, unë e marrë për sipër, mi kriju numrat deputetëve minoritar, pa listën serbe, nëse keni vullnet, numrat I kemi për me bo qeveri të opozitës. Që propozimi I Abdigjikut me 15 pika me nej që merë kohje serioze veç nëse e bojnë në egjën kryeministër. Nëse këshin bojnë në egjën kryeministër, përsaj që atëherë ishtë dosht më trajtu seriozisht. Unë do këtë pak e çuditshme qysh partia tretë rrugë sikleti për qeveritë unitetit, ta vëdën. Më që një vend... Aj po më rogë, mu sikleti këtë parlamenti me rahatole, mu... Individin kocë. Me vë qeveritë unitetit për një arsye, se nuk I ko votat Albulina Haxhiu për kryetarët parlamentit, hajde bojna qeveritë unitetit, ta vëdën. Se Abdigjiku... E qa me bo përim? Qa me bo? Pse mos me... shku për para edhe drejt zgjedhjeve. Qysh po dënë ti me bon qeveritë unitetit, kur si ka shumë mujt që ki dalë në zgjedhje dhe ki lyp me rëzu autokratin për pushtetit. Tash një pikë e kishit të leo. Pako emergjente për menaxhimin e krizës energjetike. Dhe në qeveritë unitetit dësh me pas vetë vendosjen. Qysh po dënë ti me Martin Berishan, shokët e ti e hojna të rrymës me bo pakon emergjente për menaxhimin e krizës energjetike. Lëtë në kalzën Abdigjiku, qysh realizohet që kjo. Vetingu, 4 vjetë pushtet I pat, vetë vendosja së mujti me bo vetingun, po dojnë me bo në qeveritë unitetit. Kjo është hajgare. Tjetër, ka një pikë interesant, rindërtimi I partneritetit me BE-n dhe SBA-n, rikthimi I politikës së jashtme aktive. Vetë vendosja që ka shkaktëru raportet me SBA-n, e Bashkimin Evropian, e ka shti Kosovën për herë të parë në sanksione, e një njëri që I ka refuzu projektet amerikane përfshirë edhe nga sjellësin Amerikan, që janë pikën më tull. Edhe tash po menën që Albin Kurti ko me ndryshu në qeveritë unitetit, ta? Kër është kryeministër Albin Kurti... Jo, pa kryeministër. Më dhënë me gjithë një kryeministër tjetër. Po, veç, që kja qeveria unitetit, I ka dhe deputet. Dhe se kjo së të rëndome. Dhe më thonë, është edhe parlamenti. Tash e qysh për shembull Albin Kurti, kër është kryeministër, I shkatron raportet me SBA-n, e tash 42 deputetëve të vetë, ju thëtë, hajde shkojmë edhe pajtohemi me Amerikën se tash jena në qeveri të unitetit që e ka propozu Lëmiri. Adhe në kosht logjika politike që të. Do nëse kë si kryeministër në detyrë, as tash nuk është I gatshëm me I përmirësu raportet me SBA-n, pse dohet nën një ide të Abdigjikut. Pika 8, po thotë fillimi I projekte më rëndësi të veçantë. Do më thove që ka kriju si pikë. Reforma konstituese në funksion të stabilitetit institucional. Fillimi reformës në arsim. Do më thotë që kjo fjalia, fillimi reformës në arsim, do më thonë, po getë prej kohës të mikut, shënohet në çdo projekt, çdo ide. Shumë e thellë. Fillimi reformës në arsim. Reforma strategjike e sigurisë së mbrojtjes. Ai kanë shtime ChatGPT-ja, çka kanë bë. Rishikimi I formulës për buxhetin e komunave. Do më thotë qeveria unitetit me rishiku formulën për buxhetin e komunave. Do më thonë nuk ka propozim ma qesharak për I partisë të rejtë se sot që kjo. Rritja e pogave dhe zbatimi I ligjit pogave. Normalisht se zbatim, nëse nuk zbatuhet ligji I pogave, tani nuk mujnë më rrit pogat. Është nonsens. Po, ideja është ose bëhet ideja ose bëhet, ose pranohet ose jo. Abdigjiku mund të diskutojë. Nuk po goxhan prej Albin Kurtit me u bë pjesë e qeverisë opozitës. Kjo është fakt. Se tutet që vetëvendosja e gjuhën qovë për shkak të bashkëpunimit me PDK-n edhe AK-n. Kësë po me VV-n. Kësë po dënë me VV-n, po... Vetëmi që ka pas oferë 2 herë, e ka refuzu 2 herë, ka refuzu vetëvendosja. Tash dalëm ato. Po me PDK-n edhe AK-n, kjo nuk është që s'po dënë, po tutet pej propagandës së vetëvendosjes. Edhe, çka nëse që këtu krejtë që të fjallë për qeveritë unitetit, bohen për me e nëzirë para publikut, kënë se na u detyruam për me hinë koalicion me vetëvendosjen të ardhmen. Çka nëse vetëvendosja dhe LDK-ja bojnë koalicion të ardhmen. Edhe Abdigjiku dhe LDK-ja dalin thonë që na u munum sa ma shumë e shty përpara qeverinë e unitetit, nuk na dëgjun, edhe e tash po e morë seriozisht ofertën e Kurtit. Ti, si Abdigjik, si LDK, në shkurt, në janar, mos të arrojmë një sen,
është kërku vot me rëzuni autokrat. Se tash, këta të opozitës kanë harru për akuzat 4 vjeqore që e kanë bërë Zotni Kurtit. Edhe Zotni Kurti për një mend është autokrat. Qysh po da me bon qeveri të unitetit me partinë e autokratit. Dhe me do këta kanë donë fushatës zgjedhore me rëzu autokratin. Edhe tash po frigohen pitina edhe me rëzu, e po dojnë me bon një qeveri të unitetit që i fillan reformat në arsen. Që urmenoj pak ma ndryshe për disa pika. Normal, tash se cilë që shë lezën, po në parem, janë, sot që po zbuloj ujnë në nëzit, po janë 3 opcione. Një, është qeveria Kurti 3, që për mua është opcione ma i keq. 2, është qeveria e opozitës së deri tashme, që për mua është opcioni ma i mirë, po nuk përshot shumë, nuk jam shumë optimist për këto, edhe opcioni 3 është me bo një qeveri e cila të pakten nuk e len mo këtë Kurtin edhe ekipën e ti, mu konë qeveri në kryen veti. Pra, momentalisht i e ki një qeveri, Kurti 2, që është qeveri në kryen veti. Atje shkon ban dialog, pa kur farë legitimiteti e legaliteti, merë vendime për gjithçka edhe për secilën temë, nuk ka mbikëqyrje të parlamentit, edhe dhëtë atë shka, shkojnë në zgjedhje. Hajde për shkojnë në zgjedhje, të u konë una petë në qeveri në kryen veti, pa pas mbikëqyrje, pa pas kërgjo, me 600 e më shumë njerëz të emërum politikisht që kur nuk shkojnë në zyre, po veç në fushat janë, që paguen për shtetit Kosovës e ka një komandant, respektivisht komandante Dejona Mihalin, që është ekipi i militantave të shtabit zgjedhor, edhe të tash, ose ki me ndërtu qeveri të opozitës, edhe me thonë, okej, dejnë pranverë, në zgjedhje, na dojna me bo 2-3 projekte të moja, ose ki me thonë, a dhe shka, a e bojmë një opcion tjetër, e cilit pakten nuk e len Kosova me shku në zgjedhje me dikan që onë kryen vetin qeveri. E pi bjen ma shumë se 1 vjet, mu kona i zotnia në qeveri, pa mbikëqyrje, pa kurgjo, edhe që kjo është opcioni që unë pitham indërmjetëm. 15 pikat. Adhen, është një jamën do të me janë gjitë, nëse LDK është seriozën këtë opcion, veç një jamën do të me janë gjitë. Qeveri për zgjedhje. Qeveri që i përgatit zgjedhjet e arshme. Jo qeveri që ka me bo gazifikimin e Kosovës. Ose që me shumë rëndësi reformën strategjike në sektor sigurisë dhe mbrojtjes, po normalisht në 2 vjetë nuk bëhet një reformë strategjike. Për 10 muaj kanë me kry. Apo kuptën, janë elemente, nëse i banë këtë bashkë, jena të folë për një qeverisje stabile 4 vjeçore. Edhe të pika ku folë për ndryshimet kushtetuese, pra o të folë për presidentin. Për zgjedhjen e presidentit direkt për qytetarëve, apo si. Pra nuk ka që jep stabilitet institucioneve tjera, është temat e presidenti. Pra unë menoj që një qeveri e cila mundet me qenë e opozitës, po të uquj si qeveri tranzitore, mundet më konë në solucion e ndërmjetëm. Nuk ka qeveri të unitetit, për shkak se është e qartë. Albin Kurti, vetë vendosja, nuk hynë qeveri të unitetit. Pse me hy? Aj e ka, është e bloku që sa, po do me shku edhe në zgjedhje nëse o nevojshme në kryen vete. Ajo kryemnisë në kryen vete. Prej momentit kër jenë certifiku zgjedhjet, është kryemnisë në kryen vete. Qështë më duke që kjo propozim? Që kjo propozim po më doke si një listë dëshirash e një strukturë që nuk ja ka fort haberin situatës në teren. Qëra, qka është e përcaktume këtu? I vetëmi sen është pika 7, fillimi i procesit të vetingu në sistemin e devizë. Që kjo është e vetëmja e përcaktume. Qka është kjo? Fillimi i projekteve me rëndësit veçantë. Jo, ma që shki, për shamu... Qka është kjo? Fillimi i projekteve me rëndësit. Mirit pagat, po thët, me njës gazifikimin e Kosovës. Po. Fillimi i reformës në arsim. Rishikimi i formulës për bugjete... Tja e ka propozon me dollë për i krisës, aj që e ka propozon të është, me dollë të të... Mezi kryeministë. Tash e gjoni loqe. Tash për i tregoj një sen. Fati jonë i keq është që shumica liderve kur njëtë nuk kam pas përvoj me jetë reale në teren,
nuk kanë udhëheq në një kompani, nuk kanë udhëheq. Albin Kurti s'ka pas, se tjerë kanë. Albin Kurti s'ka pas. Memri Krasniqi ka qenë ministër, ka qenë shef kabineti. Po, e para se me him politikë, çka kam punu? Si se repetoj më? Domethënë posti parë Ka ministër. pas karrierë në muzikë, Po. i ka pas 18 vjeç një jetë. Si më thonë, nëse praktikisht më thonë që Memri 10 vjeç më kon Ministër. Shumica, para lufte i ka pas. Si më thonë, Prapë, që kjo logjika e përgjithësimit është vesh me largu Albinin. Lumiri në anën tjetër, ka kryer shkollë në Angli, Po. ka qenë profesor universitar, ka udhëheq projekte në shoqëri civile. Ramushi ka qenë kryeministër, ka pas një karrierë të bëshme politike. Fatmir Limaj, po ashtu ministër, pra karrierë këtu dhe civis ka pas vetëm Albin Kurti, pra mos i bëtash ti këtë bashkë, që s'kan pas se të Asnjëri vërtet. prej tyre nuk ka pas para jetës politike kur far karriere. Qysh veç s'kan pas. Çfarë? Hajde çka? Ku çfarë karriere? Maratone e ka pas Cila, hajde, karrierë, Kretë kryeministra tonë që i rënë. Që vesh për të kryeministra. Memri ka inë 2004 politika. Memri nuk ka bre kryeministër s'ka qenë kur. Po kryto, atë lider Menovan kryeministra. Çka ka punu Ramushi, çka ka punu Hashimi para kësaj pune? Domethënë aktiviteti i parë. Po, mirë dhe vesh aktiviteti i parë politik. Hashim Thaçi, udhëheq, domethënë 28 vjeç, e ka udhëheq Delegacion. një konferencë në cilën ka shku këtë bota, domethënë të përfshirë diplomacinë ruse, e amerikane, e botnore, syti ka pas aty. CNN ka qenë 24 orë live të qaj konferencë, ky Jarani, 28 vjeç, u konë shefi që ati delegacionit. Pra ku Madeleine Albright ku ka shku aty me Albino shefi e qeverisë, po thoni përpëroj. Kjo shefi. Krahasime për Hashimin, për Ramushin, për këta, nuk krahasohet Apo që kjo. jeta ta shpjegoj se çfarë ka menon, domethënë ta njerëz kanë pas karrierë. Po pra. Hashimi, Ramushi. Ramushi ka pas karrierë ushtarake, ka qenë komandant. Deri sa na vjen neve një kryeministër i cili merr vesh edhe në ekonomi, edhe që për një me probleme. Ka marrë vesh shumë mirë në ekonomi, dhe ka qenë kryeministër i suksesshëm. Po. Po, e gjojke Albini me vuje, me uje, në E kanë sakat të sot që unë ke me qu, sot që shpinja ke me qu nisës, e ka pa gjyë në shpit vetën, e kanë pa gjithë në atjet Gollak ku ka shpin, i kanë pa shku me gjyë me... Kurse Kostili më spja që lejk, ka dole vetë edhe njerë. Edhe njerë, avokat. Jo, mi shta shpikon koci, do më thonë, se ta... Do më thonë, kos ti po thu. Une jam me qenë kryeministri që e merr vesh ekonominë, edhe që eventualisht e shtymë për para. Akina jame. Jo, nuk kam emën. Jo, dhe me dhonë emën unë zguzej për A bërë dhona? Po, jo, ti zhënat. Jo, bërë kësini të bëtë dëshirore të avokat. Po, folje të dëshirore, unë kam dëshirë. Unë jam edhe qytetar. Cile fakt? E ku e fakt? Çka folje? Unë kam dëshirë e dhe Roma nja 4 vjetë me alon Kosovës me na qitë selamet se marun me budal. Unë e dëshiroj. E dëshiroj, edhe unë Kjo dëshiroj, no dëshirë. Po, mi dhe edhe unë E pa mundur. Edhe unë që po pajton. E para që po Që pajton. u pajtut, për Edi Rami në pajtut të ditë. Edhe unë e pajton në Edi Rami. A ke po të kur thojnë, te a ke po kjo edhe me Bajram, edhe me Katolik, edhe me kjo, a ke po që është i përsin këtë, qashtu edhe kjo, po thët tash edhe duhet këtu ekonomi. A fushoti bën Albin Kurti ta lidhë me ekonomisë ko, kur vjetë vetë s'ka pënu. Një rrugë se ka mor Albin Kujna, një rrugë se ka japë. Tha pirriti për rrugat, sërete. Me shkish, qëra, o kombre mirë, le me boj një farë balansi për shumë, bre, ketë koket, po s'po dhe debati e fort i logjishëm, ketë kundër Albinit. Unë e sëm të... Për një me, s'po ka, Valan, për një me s'po ka, kur farë kuptimi, kampi më shani veç Albini, pas gjinës gjina që Qështu ka honi arkitekt? Ta shku që pas ka ona personë me thomë si më shani Jo në personi e sonde, jo në personi e sonde. Deputeti ju vërtet që jetë me votën Një Albini. profesor i arkitekturës, noni një ditë. Po. Cili, babi? Në pension. Në Mos ja pension. përmen e anës e të nejë që jesin KPML-ën, marën të mush litra.